A e dje që një theks i vetëm i vendosur gabim në rezervimin tënd, apo një mikroçarje në faqen e 14 të pasaportës, mund ta bëj biletën tënde të pavlefshme menjëherë? Po, është e vërtetë. Në vitin 2026, rregullat e linjave ajrore janë bërë jashtëzakonisht të rrepta, nga sistemet me skenem laser që zbulojnë milimetra shtesë në valixhen tënde, deri te algoritmet që të bllokojnë hipjen për një mospërputhje të vogël biometrike. Sot do të tregoj 9 arsyet reale dhe njëkohësisht më absurde, për të cilat mund të ndalohet hipja në avion këtë vit. Do të mbetesh i tronditur nga arsyeja numër 1. Bëhu gati. Numri 9, veto për veshjen dhe dress code i padukshëm. E nisim me diçka që duket si e dal nga një film, por që po bëhet realitet gjithnjë e më i zakonshëm. Shumë persona besojnë se, sa po paguajnë biletën, kanë të drejtë të vishen si të duan. Por linjat ajrore operojnë mbi bazën e një klauzole të quajtur transport i kushtëzuar. Në vitin 2026 janë shtuar rastet e pasagjerëve të refuzuar për shkak të veshjeve të konsideruara fyese ose, në mënyrë interesante, tepër informale. Nuk bëhet fjalë vetëm për bluza me fyrje. Autoritetet e kabinës kanë të drejtë të ndalojnë nëse e konsiderojnë veshjen tënde antihigjienike ose nëse ajo paraqet rrezik sigurie në rast evakuimi. Për shembull, përdorimi i shapkave në fluturime të gjata ka qenë shkak polemikash në disa linja të lindjes së mesme, me argumentin se vështirësojnë lëvizjen në situata emergjente. Por ajo që habit më shumë është refuzimi për veshje tepër provokuese ose paraqitje me pijame të plota. Nëse stafi në tokë vlerëson se veshja jote mund të krijojë shqetësim ekstrem për pasagjerët e tjerë, mund të mohohet hipja pa të drejtë rimbursimi. Numri 8, triazh në port për simptoma të lehta. Dikur të ndalonin të fluturoje vetëm nëse kishe një sëmundje ngjitëse të dukshme. Sot, në protokollet e reja globale të shëndetit, agentët në port janë trajnuar për një lloj triazhi mjekësor vizual. Nëse shfaq djersitje të tepërt, zbeje ekstreme apo një koll të vazhdueshme që nuk mund ta justifikosh, kapiteni ka autoritet ligjor të zbresë nga avioni. Problemi është se shpesh këto simptoma shkaktohen nga stresi i udhëtimit ose alergjitë sezonale nga poleni në ambientet e aeroportit. Megjithatë, nëse stafi dyshon se mund të mos e përballosh presionin e kabinës në 10.000 metra lartësi, ose se mund të humbasësh ndjenjat gjatë fluturimit, ata do të preferojnë të lënë në tokë për të shmangur një devijim mjekësor që do t'u kushtonte mijëra dollar. Zgjidhja këtu është jetike. Nëse ke një gjendje kronike ose alergji të fortë, duhet të mbash gjithmonë me vete një certifikat mjekësore zyrtare që shpjegon simptomat e tua. Pa atë dokument, fjala jote nuk ka peshë përballë protokollit të sigurisë. Numri 7, mospërputhje në regjistrimin biometrik. Në shumë aeroporte tashmë nuk kërkohet më karta fizike e embarkimit, skanohet fytyra jote. Nëse gjatë blerjes së biletës ke harruar të vendosësh emrin e mesëm ose nëse ekziston një shkronjë ndryshe mes rezervimit dhe pasaportës, sistemet e reja të inteligjencës artificiale mund ta shënojnë profilin tënd si rrezik identiteti. Në të kaluarën, një agent njerëzor mund ta korrigjonte këtë me një buzëqeshje dhe disa klikime. Sot, nëse algoritmi vendos se të dhënat nuk përputhen 100%, sistemi bllokon automatikisht lëshimin e kodit të sigurisë për hipje. Kjo ndodh shpesh në tranzite ndërkombëtare ku sistemet e dy shteteve të ndryshme duhet të komunikojnë mes tyre. Nëse ka një vizë ndarse më shumë ose një mbiemër të prerë, sistemi mund të supozojë se po tenton të përdorësh identitet të rrem. Kontrollo çdo shkronjë të konfirmimit të rezervimit tani, sepse një gabim i vogël sot mund të nënkuptojë ndalim fluturimi. Numri 6, dëmtimi i padukshëm i pasaportës. Kjo është një nga arsyet më të dhimbshme, sepse ndodh kur udhëtari beson se gjithçka është në rregull. Nuk bëhet fjalë për pasaport të skaduar. Bëhet fjalë për gjendjen fizike të saj. Linjat ajrore janë gjobitur me shuma milionëshe për transportimin e pasagjerëve me dokumente që vendet e destinacionit i konsiderojnë të pavlefshme për shkak dëmtimi. Çfarë do të thotë kjo? Një njoll e vogël uji që mezi dallohet, një cep i fotografisë pak i ngritur ose, më e shpeshta në vitin 2026, qipi elektronik i dëmtuar.
Shumë udhëtarë e mbajnë pasaportën pranë magnetëve të çantave ose telefonave inteligjent të fuqishëm që mund të çmagnetizojnë çipin në FSA. Nëse skaneri i aeroportit nuk mund ta lexojë çipin, edhe nëse pasaporta duket vizualisht perfekte, do të ndalohet hipja. Për linjën ajrore, ti je një pasagjer që do të refuzohet në kontrollin kufitar pas uljes, dhe ata do të duhet të paguajnë kthimin tënd dhe një gjobë shtesë. Prandaj janë jashtëzakonisht të rreptë në sportel. Numri 5. Kurthi i vizës së tranzitit jo të vlefshme. Ky është gabimi më i kushtueshëm në listë. Shtete si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia dhe së fundmi disa vende të hapësirës Schengen kërkojnë vizë tranziti ose autorizim elektronik edhe nëse do të qëndrosh vetëm 2 orë në sallën e pritjes. Problemi lind kur blen fluturime me lidhje në linja të ndryshme. Nëse sistemi zbulon se duhet të marrësh bagazhin për ta riregjistruar, teknikisht po hyn në atë vend. Në atë moment, nëse nuk ke vizën përkatëse, agjenti në qytetin e nisjes nuk do të lejojë as të hipësh në avionin e parë. Do të mbetesh në pikën e nisjes me një bilet shumë të shtrenjtë që nuk ka më asnjë vlerë. Sigurohu të verifikosh kërkesat e çdo vendi ku avioni yt prek tokën, edhe nëse ndalon vetëm për furnizim me karburant. Numri 4. Algoritmi i përzgjedhjes në rast mbi shitjeje. Edhe pse kjo praktikë është e lishme në shumë vende, mënyra e përzgjedhjes është bërë më cinike. Kur një fluturim është mbi shitur, linja ajrore nuk zgjedh rastësisht. Përdor një sistem pikëzimi. Nëse ke bler tarifën më të lirë, nuk je pjesë e programit të besnikërisë ose ke qenë i fundit që ke bërë regjistrimin online, gjasat janë të larta që të thonë se nuk ka vend për ty. Shumë pak persona e dinë se në momentin që të refuzohet hipja për shkak mbishitjeje të pavullnetshme, ke të drejta ligjore shumë të forta. Në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara, kompensimi mund të arrijë deri në $1,350 në para të gatshme, jo vetëm kupona ushqimi. Megjithatë, linja ajrore do të përpiqet të bëjë të pranosh një kupon zbritjeje për udhëtimin e ardhshëm. Mos e prano menjëherë. Kërko kompensimin që të takon sipas ligjit. Për ta shmangur këtë situatë, bëj regjistrimin saktësisht 48 ose 24 orë para nisjes, në minutën e parë që sistemi hapet. Numri 3. Veto parandaluese për sjellje shqetësuese. Në vitet e fundit ka pasur rritje drastike të pasagjerëve agresiv. Si përgjigje, linjat ajrore kanë adoptuar politikë tolerance zero përpara ngritjes. Kjo quhet veto parandaluese. Nëse në radhë shfaqesh tepër i paduruar, debaton ashpër me një punonjës ose bën shaka të papërshtatshme për sigurinë ose shërbimin, agjenti në port mund ta shënojë profilin tënd. Pasi je shënuar, mbikëqyrësi i fluturimit mund të vendosë se përbën rrezik potencial për qetësinë e kabinës. Nuk ke nevojë të jesh i dehur, mjafton që të konsiderojnë se sjellja jote mund të përshkallëzohet gjatë një fluturimi 10 orësh. Pasi kapiteni firmos vendimin e refuzimit, nuk ka më kthim pas. Në shumë raste, futesh edhe në një listë të brendshme përjashtimi që mund të ndalojë të fluturosh me atë kompani në të ardhmen. Rregulli i artë, derisa të mbyllen dyert e avionit, i pasagjeri më i qetë dhe më korrekt. Numri 2. Erëra ofenduese dhe rehatia e kabinës. Kjo është ndoshta arsyeja më polemike, por është 100% reale dhe po ndodh më shpesh se sa imagjinon. Linjat ajrore kanë të drejtën të ndalojnë hipjen e një personi nëse aroma e trupit është aq e fortë sa mund të komprometojë rehatinë e pasagjerëve të tjerë në një hapësirë të mbyllur. Kjo nuk lidhet vetëm me mungesën e higjienës personale. Përfshin edhe transportimin e ushqimeve me aromë shumë të fortë në bagazh dore, ose përdorimin e tepruar të parfumeve që mund të shkaktojnë reaksione alergjike tek udhëtarët e tjerë. Nëse stafi i kabinës merr një ankesë para mbylljes së dyerve, ka të drejtë të kërkojë të zbresësh nga avioni. Është një situatë poshtëruese dhe e vështirë për t'u kundërshtuar, sepse bazohet në perceptimin shqisor të stafit. Por tani përgatitu, sepse vjen pjesa më tronditëse e videos. Numri 1. Pajisje elektronike me bateri litiumi të dëmtuara. Të gjithë e dimë se disa objekte të rrezikshme nuk lejohen në avion. Por në vitin 2026, kontrolli është përqendruar në gjendjen e pajisjeve të tua. Nëse laptopi, tableti ose karikuesi portativ ka bateri të fryrë, e njohur si efekti jastëk, do të ndalohet ta marrësh në avion.
Bateritë e dëmtuara të litiumit janë shkaku kryesor i zjarreve në ndarjet e bagazheve dhe në kabinë. Nëse një agent sigurie vëren se pajisja nuk mbyllet mirë ose se ekrani po shtyhet nga bateria, do të detyrojë ta lësh pajisjen në aeroport. Nëse refuzon ose përpiqesh ta fshehësh dhe zbulohet në portën e embarkimit, mund të anulohet e drejta për të fluturuar për tentativë transporti të materialit të ndeshëm të padeklaruar. Kontrollo pajisjet para se të dalësh nga shtëpia. Nëse bateria është e deformuar, është një bombë me sahat që mund të lërë pa pushime. Kaq për sot. Siç pam, nga një shkronjë e gabuar në emër deri te gjendja e baterisë së pajisjes, ekzistojnë dhjetëra kurthe që mund të shkatërrojnë planet e tua. Industria ajrore është bërë më efikase, por edhe shumë më pak tolerante. Nëse kjo video të duket e dobishme dhe dëshiron të vazhdosh të zbulosh sekretet që linjat ajrore preferojnë të mos i tregojnë hapur, të ftoj të bëhesh pjesë e komunitetit ton. Të kuptosh si funksionon sistemi është e vetmja mënyrë për të mos u bërë viktimë e tij. Shpresoj që fluturimi yt i ardhshëm të jetë i qetë, pa pengesa dhe, mbi të gjitha, që ta kalosh portën e embarkimit pa asnjë problem. Mirupafshim.